shprehim zhgënjimin ton të thellë me këtë bllokat të qëllimshme dhe në plotëni në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës që bëhet nga partitë opozitare. Zgjedhjet janë një proces demokratik dhe në raste kur nuk i fiton ato, minimalja e etikës politike, besa dhe njerëzore është që ta pranon dhe të reflekton karshi rezultatit dhe se të vazhdojmë tutje me rrjedhën procedurale të konstituimit të organeve kushtetuese të shtetit tonë. Por kjo nuk po ndodh në Kosovë, i natët destruktive politike pa ndonjë qëllim të qartë, po e mbajnë peng tash e sa kohë Kuvendin e Republikës Kosovës. Me gjas, krejt kjo situatë në pikëvështrimin opozitar, po synohet që të ndërtohet si rast i pashembullt në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, ku dëshmohet një forcë destruktive në pengim të konstituimit të Kuvendit Republikës. Po partitë të tjera po marrin pjesë në kuvend në stilin nomadik. Nuk janë të interesuar për me bo shtëpi. Ata po hyjnë e po dalin pa i kry obligimet e tyre për çka janë votuar dhe zgjedhur.